Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë lëshuar një paralajmërim urgjent për qytetarët në Iran, duke u kërkuar të shmangin përdorimin e trenave dhe qëndrimin pranë linjave hekurudhore për një periudhë 12 orëshe. Në deklarat theksohet se prania në këto zona mund të rrezikojë jetën e qytetarëve, ndërsa apeli është bërë në gjuhën persiane përmes rrjeteve sociale. Paralajmërimi është shpërndarë në një platformë që është bllokuar në Iran, duke ngritur pikpyetje mbi aksesin e qytetarëve ndaj këtij njoftimi. Zhvillimi vjen në një moment të tensionuar në rajon, ndërsa afati i vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump për rihapjen e ngushticës së Hormuzit po afrohet. Trump ka paralajmëruar se në rast mosrespektimi mund të ndërmerren veprime ndaj infrastrukturës civile të Iranit, përfshirë ura dhe centrale energjetike. Ekspertët theksojnë se objektivat civile konsiderohen të mbrojtura sipas ligjit ndërkombëtar dhe sulmet ndaj tyre mund të përbëjnë shkelje të rënda. Ndërkohë, deklaratat dhe afatet e vendosura kanë ndryshuar disa herë, duke shtuar pasigurinë mbi zhvillimet e ardhshme.